Vlora International Airport po përgatitet për hapjen e tij. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur sot aeroporti do të hapet më 8 maj. Edhe 3 ditë nga ulja e avionit të parë në pistën e kodifikuar me inicialet VLO dhe për fillimin e testeve të hapjes graduale për certifikimin përfundimtar shpreh. Ky aeroport do të ofrojë 1200 vende pune dhe do të jetë aeroporti i dytë kombëtar i Shqipërisë pas aeroportit Nën Tereza në Tiranë. Aeroporti i Vlorës ka një pistë të dizajnuar për avionet 4E që janë avion me trup të gjerë Airbus 330, 340 apo Boeing 777 që janë të përshtatshëm për të akomoduar në këtë aeroport. Me një sipërfaqe prej 309 hektar, pistë 3.2 km dhe me një investim për 104 milion euro, Porta Ajrore e Jugut të Shqipërisë synon të japë një tjetër hovë zhvillimit të zonës, po veçanërisht turizmit në vend. E veçantë këtij aeroporti është se do të ketë edhe një sipërfaqe të posaçme që do t'i kushtohet Akademisë së Aviacionit dhe se nuk do të shërbejë vetëm për transportin e njerëzve, por edhe të mallrave.